Horoskopi për ditën e hënë 10 gusht 2026. Dashi, je në një periudhë ku ndjenjat e tua për dashurinë dhe lidhjet po përplasen paksa me ëndrat e tua personale. Kjo për shkak të përballjes së Venerës tek Peshorja dhe Neptunit në shenjën tënde. Mund të ndihesh pak në konfuzion me partnerin ose të kesh sinjale të përziera se çfarë kërkon vërtet në një marrëdhënie. Mos u nxit të marrësh vendime drastike sot nga ndjenjat e momentit, sepse thjesht mund të jetë një turbullirë kalimtare. Horoskopi për ditën e hënë 10 gusht 2026. Dashi, i dashur dash, je në një periudhë ku ndjenjat e tua të dashurisë dhe lidhjet përplasen paksa me ëndrat e tua personale. Dhe kjo për shkak të Venusit në Peshore dhe Neptunit në shenjën tënde. Mund të ndihesh pak konfuz me partnerin ose të kesh sinjale të përziera. Mund të vesh në dyshim edhe marrëdhënie. Por rekomandohet të mos marrësh vendime drastike sot nga ndjenjat momentale, sepse është thjesht një turbullirë kalimtare. Kërkon të ndërtosh një pasion për diçka të fortë dhe kjo do të ecë përpara dhe pasiguritë do të largohen dhe ti do të fokusohesh tek ajo që do në të vërtetë. Ke ide origjinale në punë dhe këto ide mund të hapin rrugë të reja. Financat. Mos hip hua pa plan. Kujdesu me shpenzime të papritura. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes tek niveli i energjisë. Mos e ngarko veten me punë pa bërë pushime. Ngjyra me fat është blu e çelët. Koha me fat është rreth orës 1 deri 3 pasdite. Këshilla e ditës. Mbroje ekuilibrin tënd emocional dhe investo tek gjërat që ja vlen. Demi. Ke një ndjesi pa kënaqësie dhe kjo ndoshta të buron nga përplasja mes Venusit me Neptunin. Mund të ndjesh se një projekt apo një synim i yti nuk ecën me ritmin që doje. Dhe kjo mund të shkaktojë pak tronditje emocionale. Megjithatë, nuk ka vend që të demoralizohesh. Do të kesh një forcë të madhe për të rindërtuar planet e tua mbi baza më reale dhe më të qëndrueshme. Në dashuri, përkujdesu ndaj detajeve të vogla. Ndoshta janë të padukshme, por ju rrisin harmoninë në çift. Financat kërkojnë më shumë vëmendje tek menaxhimi i përditshëm. Bëj pak kujdes me zakonet ushqimore dhe mundohu të largosh pak stresin që të ka pushtuar. Ngjyra me fat është e zezë. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës. Qëndro me këmbë në tokë dhe merr vendime vetëm duke u bazuar në fakte konkrete dhe jo tek pasiguritë e ditës. Binjakët. Të dashur binjak, përballja e Venusit me Neptunin mund të sjellë pak luhatje sot në mënyrën se si sheh gjërat, veçanërisht në sektorin e dashurisë. Mund të pyesësh veten nëse dikush po tregohet i sinqert me ty, apo nëse po i zbukuron gjërat më shumë se ç'duhet. Është mirë që të presësh dhe të mos arrish në përfundime të shpejta momentale. Kjo pasiguri apo turbullirë do të kalojë shpejt dhe ti do të kesh pranë vetes njerëzit e duhur. Ke një karizëm tepër të fortë dhe të shkëmbesh idetë me të tjerët të ndihmon jo vetëm ty, por edhe miqtë tuaj.
Mendja jote është shumë e aftë të zgjidh problemet të ndërlikuara me lehtësi sot. Financiarisht, dëgjo intuitën se çfarë të thotë. Shëndeti është i mirë, por ruaj ekuilibrin mes aktivitetit fizik dhe pushimit mendor. Ngjyra me fat është zhuzhi. Koha me fat është paradite, këshilla e ditës, mos i lejo paqartësitë e çastit të heqin buzëqeshjen. Fokusohu tek idetë dhe gjërat që të japin fuqi dhe pozitivitet. Gavorrja. Dita e sotme të ofron pak shqetësime rreth familjes apo ambientit ku jeton. Dhe kjo fal ndikimit të Venusit me Neptunin. Mund të kesh pak konfuzion mes asaj që dëshiron për të ardhmen dhe detyrimeve të sotme. Megjithatë, mbështetja që merr nga Plutoni të ndihmon të transformosh çdo situatë sfiduese në diçka tepër pozitive. Fokusohu tek gjërat të cilat të premtojnë një të ardhme të sigurt. Shëndeti. Një banjë me ujë dhe natyrë do të jenë aleatët e tu më të mirë sot. Ato do të shplajnë çdo gjurmë stresi dhe papastërtie. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është në mbrëmje. Këshilla me fat, kushtohu njerëzve të dashur kohë dhe mos lejo që dilemat të prishin paqen në shtëpi. Luani. I dashur Luan, mund të ndjesh një përplasje të lehtë në komunikim me të tjerët. Ndoshta jo sherr, po ndonjë përplasje në fjalë, mund të themi, një debat i lehtë. Prandaj, qëndro i qetë dhe me mend në kokë. Sidoqoftë, me diellin dhe Jupiterin që lulëzojnë tek shenja jote, ti ke një forcë të madhe të brendshme, e cila mbulon çdo paqartësi. Harmonizimi i Venusit me Plutonin të jep mbështetje të fortë që të transformosh bisedat në diçka të bukur. Në dashuri, duhet të bësh një dialog të sinqertë që mund të sjellë një kthesë shumë romantike me partnerin. Mos e tepro me shpenzimin e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Ngjyra me fat është portokalli dhe jeshile. Koha me fat është rreth orës 11 deri në 2. Këshilla e ditës. Përdore fuqinë e fjalës tënde për të ndërtuar ura bashkëpunimi. Virgjëresha. Në sektorin tënd të burimeve dhe parave, mund të ndihet ndikimi i Venusit me Neptunin. Ndaj sot, mund të kesh pak konfuzion në shpenzime apo në vendime financiare. Mos merr hua para dhe mos u beso premtimeve që duken të bukura për të qenë të vërteta. Megjithatë, në dashuri ti je duke kërkuar stabilitet, kërkon siguri dhe mund të bësh pak biseda më të shtruara me partnerin. Ndoshta një mbrëmje romantike së bashku do të forcojë pozitat në çift. Shëndeti kërkon të mos e ngarkosh shumë veten, sidomos nëse brengosesh edhe për të kaluarën. Qetësia mendore është tepër e rëndësishme. Ngjyra me fat është bezh dhe e kaltër. Koha me fat është në mbrëmje, këshilla e ditës qëndro i prerë në prioritetet e tua. Merri çdo situatë në kontroll dhe me pak qetësi. Peshorja. E dashur peshore, Venusi është në shenjën tënde. Kjo të jep shkëlqim, simpati
dhe këto janë në pikën më të lartë. Por, nga ana tjetër, opozita me Neptunin të sjell disa pasiguri në pritshmëritë që ke për partnerin apo njerëzit e afërt. Në punë, je tepër i shkëlqyer sot. Mund të dëgjosh ndonjë thashëthem, megjithatë mos i kushto shumë rëndësi. Shëndetje. Qëndro i hidratuar dhe bëj disa yoga. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është rreth orës 15 deri në 18. Këshilla e ditës. Shfrytëzoje hieshin që të jep Venusi, pra Afrodita. Akrepi. Sot trini mes Venusit dhe Plutonit sjell një frym shumë të ngrohtë në botën tënde emocionale dhe familjare. Ndjenja e sigurisë nis nga shtëpia. Je i përkushtuar ndaj njerëzve të dashur dhe mjedisit ku jeton. Të merresh me to të sjell vërtet kënaqësi. Në këtë ditë, zbulon dëshira të mëdha lidhur me vete, çka të jep një ndjesi çlirimi. Në punë, gjërat po marrin një drejtim të mirë. Financat janë drejt stabilizimit. Megjithatë, mund të ndihesh pak i lodhur apo i pavendosur për shkak të ndonjë çroditje që mund të kesh. Mos u rrëmbe nga iluzionet dhe mos beso gjithçka që të duket e bukur, se ndonjëherë shkëlqimi nuk tregon realitetin e vërtetë. Ngjyra me fat është ngjyra e verdhë. Koha me fat është rreth orës 16:30 deri në 18:30. Këshilla e ditës. Bëj dallimin mes dëshirave të kota dhe intuitës tënde të vërtetë përpara se të marrësh vendime në këtë ditë. Shigjetari. Ndikimi i trinit të sotëm mes Venusit dhe Plutonit krijon një energji transformuese në marrëdhëniet e tua. Kjo është një ditë shumë e mirë që të rindërtosh ura lidhëse me njerëzit e afër, për t'u rikthyer me pasion ideve tua të vjetra. Në dashuri, mirëkuptimi është tepër i rëndësishëm. Shmangi debatet që mund të lindin gjatë kohës që qëndroni bashkë. Gjithashtu, mund të kesh një zhgënjim të vogël, që ndoshta do të përplasë vararitetin. Nëse ke qenë më i tolerueshëm se ç'duhet me të tjerët, qofshin këto miq, partneri apo fëmijët, thjesht për të ruajtur paqen tënde, sot mund të përballesh me mungesën e kufive të qartë. Tregu i kujdesshëm për shëndetin tënd dhe mos i mbyll syt përpara problemeve që kërkojnë zgjidhje. Ngjyra me fat është bezh, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës, sipas parashikimit të yjeve, vendos kufi të shëndetshëm me të tjerët dhe mos i zbukuro situatat që kërkojnë realizëm. Do të kalojmë tani tek shenja e britësjapit. Në fillim të ditës, mund të jesh pak i shpërqendruar, por në momentin që do të gjesh fokusin, do të ndjesh dhe një val të madhe energjie. Afrodita dhe Plutoni të jep një shtysë të jashtëzakonshme ti përkushtohesh punës, karrierës dhe rritjes financiare. Kur vendos pasion në punët e tua, rezultatet dalin të shkëlqyera. Dhe kjo është e dukshme për të gjithë. Në dashuri dhe në marrëdhëniet personale, je një person serioz dhe kjo vlerësohet nga të tjerët. Sidoqoftë, opozita e Afroditës me Neptunin mund të mbjellë pak mjergull apo konfuzion rreth një plani apo objektivi që ke patur në zemër. Nëse diçka nuk shkon sipas parashikimit, mos u dekurajo. Shfrytëzoje këtë moment që të përmbledhësh veten, të organizosh ide
dhe të ruash ekuilibrin fizik, pa u ngarkuar nga strese që nuk janë të nevojshme. Ngjyra me fat është krem, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: sipas parashikimit të yjeve, thuhet që duhet t'i përdorësh dhe pengesat e vogla si një mundësi për të përcaktuar synimet e tua në të ardhmen. Ndonjëherë pengesat që na dalin në rrugë na bëjnë edhe më të fortë dhe na motivojnë të ecim më tej. Ujori. Lidhja harmonike e Afroditës dhe Plutonit mund të rrisë figurën tënde sot. Do të bëhesh tepër tërheqës për të tjerët. Do të ndihesh i frymëzuar për të treguar mendimet e tua. Në punë, do të hapen rrugë të reja, komunikimi dhe aftësia jote për të udhëhequr apo bindur të tjerët është në pikën e tyre më të lartë. Do të marrësh dhe do të japësh këshilla me shumë vlerë, që ndoshta disa prej tyre mund të çojnë drejt fitimeve materiale. Por kujdes, gjatë ditës mund të ndjesh një rënje të energjisë fizike, ndoshta dhe pak konfuzion, sidomos në financa apo paqartësi në komunikim rreth kësaj fushë. Bëj kujdes me shpenzimet dhe ruaj qetësinë e trupit dhe mendjes. Mos u ngut të bësh veprime në bazë të impulseve të ditës. Ngjyrat me fat është e verdhë dhe ngjyrë ari. Koha me fat është në darkë, këshilla e ditës sipas parashikimeve është shmangur marrjes së vendimeve të rëndësishme kur je në konfuzion apo i paqartë. Peshqit. Pozicioni i Afroditës me Plutonin të bën të kthesh vëmendje nga jeta jote private, marrëdhëniet intime dhe paqja e brendshme. Në këtë ditë, do të zhytesh akoma më shumë në ndjenjat e tua dhe do të kuptosh çfarë dëshira të qëndrojnë fshehur në zemër. Në dashuri, bisedat konfidenciale dhe momentet e afërsisë me partnerin janë tepër të veçanta dhe shëruese. Mund të jesh duke shpresuar tek diçka reale për të mbushur një boshllëk. Duhet të marrësh kohë që të pushosh dhe të kujdesesh pak për shëndetin tënd. Me pak durim do të dish të rikonfigurosh synimet e tua në mënyrën më të mirë të mundshme. Puna dhe financat është një periudhë e mirë për hulumtime, analiza të detajuara dhe lënje pas të një zakoni negativ. Ngjyrat me fat është e zezë dhe e kuqe. Koha me fat është 19:30 deri 21. Këshilla e ditës: mos kërko lumturinë tek gjërat që të mungojnë, por fokusohu te ajo që ka vlerë reale në jetën tënde.